kjo është një akt akuzi që është përpjek që 20 vjet është përpjekur ndërtu dhe nuk ka gjetë fakte. Prej Prishtinës në Tiranë është protesta e tretë që po mbahet për krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. A mendon se kjo do të jetë e fundit para lirimit të tyre? Çështja e lirimit të tyre është çështje tash politike, sepse James Robin definitivisht e ka volos, e ka gozhdu gjykatën speciale duke treguar që 25 vjet nga të gjitha shërbimet sekrete amerikane kemi kërkuar mos kanë bërë krime lufte dhe gjithë kemi gjetur. Kështu që nuk ka fakte dhe kjo është një akt akuzi që është përpjekur që 20 vjet është përpjekur ndërtu dhe nuk ka gjetë fakte. Faktikisht është burgos presidenti dhe aty 3 vjet është dashur pres që të ngritet akt akuza, do të thotë akt akuz nuk ekziston, këto është vetëm vullneti politik. Nëse kanë marrë ata vullnet politik, atëherë është një proces i pamundur, nuk ka mbrojtje sado profesionale. Nëse është marrë një vendim politik nga ato shtete që financojnë gjykatën, atëherë është domethënë janë të dënueshëm. Përndryshe nëse çat ai panel i gjykatës ka një etikë profesionale, edhe don me pas perspektivë nesër se si me la trashëgimi pozitive ata njerëz në atë proces duhet lirohen.